Migina, si ta pranoj veten? Mike dashur, pranimi i vetes do të thot dashuria për veten, si kur je për momentin. A je mërzitme, a je në depresion, a je në ankth, a je pa lumtur, a je frustrume, a je pa punë, a je në një familje shumë të keqe, ndoshta pranimi është që ta pranosh veten tone, gjendjen tone emocionale, financiare, atë gjendje si e keti ta pranosh si fillim dhe të punosh me veten. Nuk do të thot që ta dush veten është egoizëm, si kur na kanë mësu ne prindrit, rrethi, mësusit, televizori, filma, telenovelat, që ju lutem lejni telenovelat, mos e harxhoni kohën e juaj. Dhe mos e bëni programimin e trunit juaj me telenovela. Shifni gjana që ju inspirojnë, që ju çojnë përpara. Pranoje veten ashtu si je. Është rrugë, është proces. Mos pritni, kam edhe njerëz që e bëjnë një hipnozë dhe e shohin veten që janë bo ma mirë dhe mrapa e lejnë. Dhe them jo, se është punë me veten. Është punë me veten, është një punë që vazhdon deri sa ne jemi në këtë jetë. Duje veten, pranoje veten si kur je dhe keme e po që hap mas hapi, ti keme ndryshu. Gjendja emocionale jotja ka me ndryshu. Njëherë bënja të qartë vetes, okej, ku jam unë deri këtu, ku është jeta jeme, bëne një listë jetës tone. Dhe nisja të flasësh me veten si kur me një shoqe. Me ardhë një shoqe jotja dhe ti që është e mërzitme, ndoshta në depresion, është e lodhme, e ka një martesë të palumtur, ose e ka një lidhje të palumtur, ose e ka një hall, një problem tjetër, çfarë i thuti asaj shoqes mirë? A nuk i thu, hej, ti ja del, hej, ti je fort, hej, gjithçka e ka një arsye. E kështu ne duhet mësohemi të folim me veten. Kur kam qenë unë në fillimet e mia që kam vujt nga ankthi, nga depresioni, unë se kam njoft zhvillimin personal, punën me vete dhe kam pas shku tek psikologu dhe psikologja më ka pas thonë tek terapia e parë, shife vetën pasqyrë dhe thuj vetes të du. Dhe unë i kam thonë, jo, unë s'mundem i thonë se mu më kanë thonë si fëmijë që nëse i thu vetes të du, apo shifesh më pasqyrë shumë, ti je çmendme, apo çmendesh. Hej, njerëz, shikoni pra se çfarë bindjesh ne i kena marrë. Çfarë bindjesh ne na kanë dhënë njerëzit. Mos u shif shumë pasqyrë, se çmendesh. Kur neve na ka pëlqy vetja, na kanë thonë qa duket vetja ty. E tjera, shumë bindje të tjera. Por duhet që ta kuptojmë që këto njerëz nuk kanë ditë më ndryshe. Nuk kanë ditë më ndryshe sepse të gjithë na e japin jetë atë që po munden me na dhonë. Nuk po din më ndryshe, por nuk do të thotë që ti duhet me e pranu këtë jetë që nuk është për ty. Ti mund është me thonë stop, nuk du, është jeta jeme, unë di se çfarë du, unë di se si t'jetoj. Kam pas njerëz për parë një tentime që kam thonë, hej, unë kam qef të udhtoj, unë kam qef që kur shkojnë pushim, ta kem hotelin, do më thonë të kem mos gatuj vetë, do më thonë që të kënaqem, unë kam qef që nesër mas nesër me pas dikonin që me marë, me ma fshi shpinë, me ma pastru shpinë, dhe unë me studiu, me mësu, me hecë për para. Mu a di se çfarë njerëz, do më thonë, një tentime që unë i kam pas, më kanë thonë, hej, qa duket vetja ty? Hej, uli kap në tokë. Hej, po ti e katuni tje, nuk je, do më thonë, se të mora prej qytetit, apo të njofta në qytet, apo ku ta dion. Meq, zgjohu ne. Ka me pas njerës që kanë mjo shajt, kanë mjo ofendu, kanë mjo ull, por s'ka problem. Ato njerës nuk po din ma ndryshe. Atyne njerëzve veç uroja gjithat mirë dhe lenin punë vetë.
Unë kam qenë njeri që ju kam bo njerëzve respekte që se kanë meritu. Unë kam qenë një person që ka pas njerëz që nuk më kanë fol rrugës, më kanë lanë në kom, edhe kanë kalu afër meje edhe s'më kanë fol, dhe unë prapë jam mundu mja bo respektin. Pse? Sepse jena rrit në me atë kulturë që na kanë thonë, bëni muhabet, fali, s'ka problem, jeta është kështu, bla bla bla. Jo, ke respekt për veten. Ke respekt për veten. E di që ka momente njetë që duhet me thonë edhe derit daj. është në Shqipëri një thanje. Po, se je ndoshta në shkolla, apo je me një punë, apo je me një situatë, që e ke një person përpara dhe ai është më lartë ndoshta se ti dhe të duhet për momentin me arrit një punë, një qëllim tonin dhe i bosh urat i tjetrit. Dhe të ne e thojna, mjë bo tjetrit, sikur o doj, aman ai është një derë, ai është një njeri poshtër, apo është një njeri pandjenja, apo është një njeri shumë i keq, sepse jeta e vete ka bo ashtu. Por, në momentin që ti jenë komët e tua, atyre mos e pranoni, mos respektin. Lenit njerëzit, lenit shkojnë, lenit të ikin ku të dun, ti vazhdon rrugën tone. Ti mundesh më shumë se sa mendon. Nëse unë jam qu dhe nëse unë kam dal nga një depresion, nga ankthi, nga paniku, o nuk e kam dit ku jam, o ka ardhë ambulanca me nga 2 herë njavë më ka marrë të shtëpia, o nuk e kam dit a ka me mujt me jetu për fëmijët e mi, a ka me qenë ajo nana që unë me thonë unë jam këtu për juve, o s'kam mujt me punu as 20% sepse kam qenë sa herë e shënu me smut. Unë ja dola, edhe ju ja dilni. Pranimi i vetes, miq të dashur, është ta pranosh veten me dëshirat e tua si kur i ke. O ju betohem për para, kam pas ëndra i me thosha, unë e di thosha që unë e meritoj një jetë ma ndryshe, unë e di që mundem me e bo një jetë ma ndryshe, unë e di aftësit e mia, unë e di se cila është forca ime. Ka njerës që kanë me të thonë, ty ndoshta të pëlqen me fol, dhe kanë me thonë, hajt bre, mos filozofo, hajt bre, kush të duket vetja ty. Pse? Se janë njerës me mendjet vogla, të smuren me i kuptu ëndrat e juja. Nuk munden. Zgjoh. Pranoje veten si kur je. Si kur je mos e lufto veten.